Është ora 7:01 dhe ky 23 vjeçar, i cili quhet Llani Dogjani, prej 22 ditësh tashmë është prezent në çdo protestë. 23 vjeçari i përket gjeneratës Z, i cili do na thotë më shumë për sa i përket kësaj gjenerate. Dhe është një gjenerat e mirë informuar me internet në kohën e informacionit dhe e ka shumë të vështirë të haje propagandën e kësaj qeverie për këtë protest e për çdo lloj lëvizje tjetër që kemi parë. Dhe kjo gjenerat, për mendimin tim, është një nga gjeneratat që e ka në zemër të bëjë diferencën për vendin e vetë, për Shqipërinë. Ne këtë kemi në zemër. Për fshirjen masive të rinjve në protestën e organizuar gjatë javëve të fundit në vend, vetë kryeministri Rama e ka cilësuar si lëvizje politike, por për 23 vjeçarin nga Tirana, kryeministri duhet të kuptojë që këta të rinj nuk kanë pranuar mbështetje nga asnjë parti politike dhe pse në thelb kërkesat e tyre janë politike. Pa politik është shumë e vështirë të bësh diferencë në këtë vend. Patjetër që kjo lëvizje është apolitike, është pa asnjë lloj parti politike dhe duhet të mbahet kështu. Por në të njëjtën kohë, politika është ajo që e bën diferencën në këtë vend. Dhe çdo kush në Shqipëri duhet jetë i interesuar për politikat që ndodhin në vendin tonë dhe si udhëhiqet vendi jonë. Për pedagogun Emilio Çika, prania masive e kësaj gjenerate në protestë ka thyer shumë tabu dhe mendime mbi këtë gjenerat. Prezenca e tyre sipas tij në lëvizje të tilla është politike, përtej problematikave sociale që ata shprehen aty. Fat të keq ka patur deri më tashmë një pezmatim, ose vije i re një pezmatim i kësaj gjenerate, i cili ka qenë si apolitik ashtu edhe në ndërmarrjet sociale apo të aktivitetit të kërkesave të tyre kundrejt shoqërisë. Ato që është lëvizja apo ato që tashmë ka marrë emrin si lëvizja e Flamingo, është një, do thoshja, një aktivitet me një lëvizje të pastër sociale, rinore, e cila u mbështet pikërisht në një nga ato që janë dhe karakteristikat e gjeneratës Z. Kujdesën kundrejt ambientit, shqetësimet e tyre që kanë kundrejt ruajtjes së ambientit apo edhe të do thoshja të biodiversitetit në përgjithësi. Megjithatë, duhet thënë nga ana tjetër që protesta në fjalë, flasim edhe tashmë për lëvizje të cilat kanë marrë një konotacion politik me qëndrime të pastra politike. Ndërsa për pedagogun Zyliftar Bregu, gjenerata Z është një brez që po jeton në një botë të globalizuar dhe modelet ndërkombëtare janë shumë të rëndësishme, prandaj janë edhe më të gatshëm të marrin fatet e tyre në dorë. Që në analizën time është një gjenerat që ka vjekur në një shoqëri dhe që synon të vendosë një shoqëri horizontale që nuk e pëlqen disiplinën, që nuk e pëlqen mënyrën se si është organizuar shoqëria në tërësi, por sidomos ajo shqiptare, që ka një lloj autonomie, që ka një lloj pavarësie, që ka një lloj teknologjie për të informuar njëri tjetrin, pra që nuk pëlqen hierarkia. Gjenerata Z duket se këtë herë ka marrë një rol tepër të rëndësishëm. Ajo po kthehet në opozitën më të madhe të qeverisë, edhe pse me armën e tyre më të fortë rrjetet sociale. Duket si i kanë vënë kryeministit Rama disa kushte që duhet të finalizohen me dorëheqjen e tij